Otës për shfrytëzon kryeministri në detyrë Albin Kurti. Njësoj si herën e kaluar, zoti Kurti voton në njërin nga fakultetet e Prishtinës në atë juridik nëse nuk po gabohem. E ndjekim procesin e votimit të Kurtit. Po e shojmë. Si një qytetar, si çdo qytetar i Republikës së Kosovës, edhe zoti Kurti duhet që në nështrohet procesit që e regulon ligji për të votuar, duke i kaluar të gjithë hapat një pas një dhe më pas të drejtohet në kutin e votimit. Nuk po e shoh, në fakt nuk i po shpamjet pak më herët zja, se di këtë hera është i shoqëruar nga bashkëshortja e tij. Tani po e shohim solo këtu. Po na ndihmojnë edhe nga regjia, sepse ata shohin pak më shumë se ne në këto momente, thanë që nuk e ka pasur me vete. Në herën e kaluar ka qenë Donja Rita. Në Kosovë dim që ajo e ndonë jetën e saj mes Kosovës dhe Norvegjisë. Shpresoj që deri në këto momente që ne po transmetojmë drejt për drejt, nuk kemi bërë asnjë shkelje sa i përket edhe aspektit obligativ që ne si media obligohemi, nga që e dim qartë se edhe neve na monitoron dikush, është KPM që sigurisht sot është në krye të detyrës. Kjo çështja e përcjelljes së procesit të votimit për bartësit e listave, me sa di unë lejohet, kështu që do të kemi kujdes që të mos bëjmë transmetimin edhe të liderëve të tjerë, sepse pastaj këto po krijojnë telashe që na gjobisin ose na dërgohet vrejtje nga KPM, e që deri në këtë proces zgjedhor ATV e ka kaluar me sukses duke mos bërë ndonjë shkelje të këtij. Shpresoj që edhe dita e sotme të kalojë kështu. Në ndërkohë që ne jemi me pamje edhe atje në qendrën ku po voton zoti Kurti, në studio e kemi, vazhdojmë ta kemi prezent zotin Melos Kolshi nga IKD, edhe po i komentojmë pak a shumë proceset që ka ndodhur deri në ditën e sotme, si dhe punën që është monitoruar nga IKD-ja në legislaturat e kaluara. Ajo që mbetet sfidë për legislaturën e ardhshme është kalimi i projektligjeve të cilat kanë mbetur pezull gjatë kohës legislaturës që sapo iku ose që iku pak më parë. Ndërkaq ju së fundmi keni bërë edhe një hulumtim të cilën e keni publikuar të premten e kaluar në lidhje me programet zgjedhore që janë ofruar, pa përmendur subjekte politike, të fokusohemi pakës tek ajo oferta politike që ka qenë gjatë fushatës zgjedhore, nëse ka diçka që duhet theksuar. Po, para se të kalojmë tek programet politike, desha të lidhe me atë çështjen të cilën